Zonja Presidente, fjala për ju. Faleminderit shumë të nderuara media, anëtar të delegacioneve, të nderuar qytetarë të Kosovës, kam nderin e veçantë që t'i uroj mirëseardhje në Republikën e Kosovës, një miku të vjetër, një partneri të çmuar dhe një zëri të rëndësishëm të Gjermanisë për Kosovën, zotit Joe Wadefull, ministrit të punëve të jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë. Bashkëpunimi ynë ka qenë i fortë qysh nga koha kur isha deputete Kuvendit Kosovës dhe Joe Wadefull ishte deputet në Bundestag dhe jam mirënjohëse që sot këtë bashkëpunim e vazhdojmë në nivelet më të larta institucionale së bashku me kolegët deputet miqtan të dashur që janë në delegacionin gjerman dhe gjithë stafin e tij që e përcjell në këtë vizitë. I nderuar Joe, vizita juaj në Kosovë si stacion i radhës në udhëtimin tuaj në Ballkanin Perëndimor është një dëshmi e qasjes suaj dhe të qeverisë së udhëhequr nga kancelari Merz, se Bashkimi Evropian mbetet i paplot pa antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Ky vizion strategjik është i një rëndësie historike, si për rajonin ton, ashtu edhe për paqen në gjithë kontinentin evropian. Republika Federale e Gjermanisë ka qenë dhe do të mbetet një aleat historik dhe tradicional i popullit të Kosovës. Ka qëndruar me ne në momentet më të vështira, në arritjen e lirisë dhe pavarësisë, në rindërtim, shtetformim dhe konsolidim. Prandaj populli i Kosovës e sheh Gjermaninë si mikun më të afërt dhe aleatin më të besueshëm në gjithë kontinentin evropian. Qindra mijëra qytetarë të Kosovës jetojnë dhe kontribuojnë në Gjermani. Mërgata jonë janë ura jonë më e fortë lidhëse, si në ekonomi, ashtu edhe në kulturë dhe në çdo sferë të jetës. Ne jemi krenar për integrimin e tyre shembullor dhe për peshën e tyre pozitive në shoqërinë gjermane. Dua po ashtu të theksoj se në frymën e bashkëpunimit të jashtëzakonshëm në mes vendeve tona dhe marrëdhënieve të shkëlqyera bilaterale, sot në Kosovë shërbejnë shumë ushtarë gjerman në kuadër të KFOR-it. Në emër të qytetarëve tanë ju falenderoj për kontributin e çmuar për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e përbashkët. Gjatë takimit kam riteksuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj orientimit të saj strategjik, antarësimin në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Evropës dhe në çdo organizatë ndërkombëtare që forcon pozitën ndërkombëtare të vendit tonë. Sepse si shtet gjithnjë kemi mbrojtur vlerat mbi të cilat janë ndërtuar dhe funksionojnë këto organizata. Në gjithë këta mekanizma ndërkombëtar, ne synojmë të hyjmë si kontributdhënës e jo si barr. Në këtë rrugtim, Kosova ka nevojë për mbështetjen e vendosur të Gjermanisë. Prandaj heqja sa më parë dhe sa më shpejt e masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë në fuqi nga qershori 2023 dhe ndikojnë shumë negativisht në jetën e qytetarëve tanë, është një urgjencë e domosdoshme për që shpresojmë në përkrahjen e Gjermanisë. Për më tepër shpresojmë që aplikacioni i Kosovës për antarësim Bashkimin Evropian të procedohet në Komisionin Evropian, me qëllim që edhe vendi tonë t'i hapet rruga zyrtarisht drejt antarësimit final. Në të gjitha këto procese, besojmë se roli i Gjermanisë është vendimtar. Ne jemi 100% të harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, dhe kjo shpresojmë që do të reflektohet edhe në trajtimin e drejtë të Kosovës. Ne pajtohemi plotësisht me qasjen e qeverisë së re gjermane, se rruga drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë rrugë e bazuar në merita. Dhe meritat janë e tëra që ne kërkojmë të reflektohen në procesin përpara. E për më tepër, Gjermania është partneri ynë ekonomik dhe tregtar më i madh në Bashkimin Evropian. Dhe ky intensitet ekonomiko-tregtar po rritet çdo vit. Ne inkurajojmë bizneset gjermane të shohin Kosovën si vend të mundësive konkrete, në fusha si energjia e ripërtrishme, industria digjitale, prodhimi, arsimi profesional dhe teknologjia. Kosova është ekonomia më e re evropiane, por është dinamike, është digjitale dhe e orientuar drejt inovacionit. Prandaj është e gatshme edhe për më shumë investitor gjerman. E kur flasim për ekonomi, parakusht për hovë dhe zhvillim ekonomik është siguria.
Kosova mbetet e përkushtuar ndaj fqinjësisë së mirë, por edhe ndaj një dialogu të barabartë dhe të drejtë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Përderisa Kosova mbetet në masa të vetë BE-s, as dialogu i ndërmjetësuar nga BE nuk mund të konsiderohet i balancuar, parimor apo i barabartë. Zoti Ministër, i nderuar i Gjo, edhe njëherë dua t'ju falenderoj juve personalisht, por edhe gjithë qeverinë e Gjermanisë, Bundestagun Gjerman dhe çdo institucion në Gjermani, për mbështetjen e palëkundur ndaj Republikës së Kosovës. Ky takim nuk është vetëm një konfirmim i marrëdhënieve tona të veçanta, por edhe një hap përpara, drejt bashkëpunimit të ngushtë në fusha të ndryshme, përfshirë edhe vetë rrugën tonë drejt integrimit evropian. Ne vlerësojmë miqësinë me Gjermaninë si një aleat të besueshëm dhe si një partner strategjik dhe jemi të gatshëm që së bashku të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më prosperuese për qytetarët tonë. Dhe derisa ne po flisnim në takim, ne u njoftuam nga ambasadori ynë, po ashtu se është një koincidencë e mirë që përkon me vizitën e ministrit Vadeful, sot komiteti drejtues i organizatës Traduki ka votuar pro antarësimit të Kosovës në këtë rrjet evropian me shumicë absolute, dhe ky është një rrjet që lidh Evropën juglindore me botën gjermanofolse. Dhe skenën e saj letrare nëpërmjet letërsisë duke përfshirë libra, përkthime, festivale, punëtori e programe për autor dhe përkthyes, dhe është një lajm që tregon për lidhjet tona të forta dhe mbështetje për gjithë ata gjermanofolës që jetojnë në Kosovë dhe janë lidhje e fortë ndërmjet vendeve tona. Kështu që ardhja juaj tashmë ka filluar të sjellë lajme të mira, e shpresojmë që do të vazhdoj të sjellë edhe lajme edhe më të mira në të ardhmen. Ju faleminderit për përkrahjen. Sehr geehrte Delegation ein herzliches Dankeschön für die Gastfreundschaft und den freundlichen Empfang hier in Pristina. Deutschland und Kosovo verbindet eine ganz besondere und enge Partnerschaft. Nur wenige Tage nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos hat Deutschland Kosovo anerkannt. Viele Menschen in Deutschland haben kosovarische Wurzeln. Ich habe mir sagen lassen, unglaublich viele Schülerinnen und Schüler lernen hier die deutsche Sprache. Und nicht zuletzt ist Deutschland der größte Investor in und Handelspartner von Kosovo. Diese Verbindungen sind wertvoll und essentiell. Gerade jetzt, wo wir Europäer noch näher zusammenrücken müssen. Denn es geht bei fast allen Themen, die wir heute besprochen haben, um die Sicherheit und um die Zukunft unseres europäischen Kontinents. Es ist gut, Kosovo hier fest an unserer Seite zu wissen. Wir alle, ob EU-Mitglied oder nicht, müssen Russland klarmachen, Destabilisierung, Desinformation und Manipulation haben auf unserem Kontinent keinen Platz. Wir setzen Destabilisierungsversuchen ein geeintes Europa entgegen. Dabei hat die EU-Erweiterung jetzt geopolitische Dringlichkeit. Es gibt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine realistische Perspektive darauf. Die Entwicklung Kosovos seit Ende des Krieges 1999 und seit der Unabhängigkeit 2008 ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Für viele in der Region steht Kosovo heute für Demokratie und starke Zivilgesellschaft. Um diesen Erfolg fortzuführen, braucht Kosovo schnellstmöglich wieder nach innen und nach außen eine handlungsfähige Regierung. Seit 8 Monaten warten die Wählerinnen und Wähler darauf. Sie haben die völlig berechtigte Erwartung, dass demokratische Wahlen in konkrete Politik zum Wohle der Menschen münden. Dazu gehört zuallererst die Bildung einer stabilen Regierung, die für die Belange der Menschen arbeiten kann. Wir sind überzeugt, Kosovo hat die Kraft und den Willen, die für den EU-Beitritt notwendigen Reformen hartnäckig und langfristig anzugehen und umzusetzen.
Dieser Weg erfordert Ausdauer. Deutschland steht bereit, liebe Fjosa, Kosovo auf diesem Weg mit aller Kraft zu unterstützen. Dabei ist klar, echte Fortschritte gibt es nur, wenn Sicherheit und Vertrauen auf dem westlichen Balkan nachhaltig wachsen. Ich werde heute auch die KFOR-Truppen besuchen. KFOR ist ein wichtiger Stabilitätsanker für Kosovo und die Region. Deutschland ist seit Beginn an der Mission beteiligt. Es ist der längste Bundeswehreinsatz. Der Deutsche Bundestag und 3 Kolleginnen und Kollegen begleiten mich heute, hat ihn in diesem Jahr erneut verlängert. Dafür bedanke ich mich beim Parlament. Denn es zeigt die Bedeutung, die Deutschland der Situation vor Ort beimisst. Es ist wichtig, dass die Lage hier ruhig bleibt und es nicht zu Konfrontationen kommt, wie dies zuletzt 2023, 2024 der Fall war. Und das war auch ein entscheidender Grund für eine notwendige Verstärkung der KFOR-Truppen. Das habe ich auch bei meinen Gesprächen in Belgrad in aller Deutlichkeit unterstrichen. Deutschland unterstützt den EU-geführten Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien. Der Prozess ist zuletzt ins Stocken geraten. Dabei ist es so wichtig, dass es hier rasch greifbare Fortschritte gibt. Das Ohrid-Abkommen, das alle für eine Normalisierung maßgeblichen Elemente enthält, muss zügig und vollständig umgesetzt werden. Das ist unsere Erwartung an beide Seiten. Dazu braucht es mehr Engagement sowohl von Kosovo als auch von Serbien. Für Kosovo bedeutet das beispielsweise auch, Schritte zur Errichtung des Verbandes serbischer Mehrheitsgemeinden zu gehen. Es ist wichtig, dass die Politik der gegenseitigen Nadelstiche und des permanenten Krisenmanagements ein Ende findet. Der Normalisierungsdialog muss mit dem Willen zur Verständigung fortgesetzt werden. Daran messen wir die Regierungen in beiden Ländern. Für die regionale Integration und die Annäherung der Region an die Europäische Union spielt auch der Berlin-Prozess eine wichtige Rolle. Die gemeinsamen Anstrengungen, so mühsam sie auch sein mögen, sind wichtig, damit wir die tatsächlichen Verbesserungen für die Menschen in der Region erreichen. Es geht um die vollständige Reisefreiheit, die Anerkennung von Universitätsabschlüssen, die Schaffung eines gemeinsamen regionalen Marktes. Nur so können wir sicherstellen, dass die Menschen das Vertrauen in und die Hoffnung auf eine Zukunft in der Europäischen Union nicht verlieren. Unser Ziel ist klar. Alle 6 Staaten des westlichen Balkans sollen zur Europäischen Union gehören können, auch Kosovo. Dabei gibt es noch viel zu tun. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Fjosa, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir wollen gemeinsam schnell vorankommen. Denn die Menschen hier im Land haben Lust auf Europa. Das kann man regelrecht spüren. Gerade angesichts der Versuche Russlands, antieuropäische Narrative hier in der Region zu verbreiten, verpflichtet uns dieser Enthusiasmus der Kosovarinnen und Kosovaren, entschlossen zu handeln. Nochmals herzlichen Dank für den freundlichen Empfang hier in Pristina. Vielen Dank. Faleminderit shumë. Siç përmenda më herët, kemi kohë për 2 pyetje për presidentin Osmani dhe 2 pyetje për ministrin e jashtëm gjerman. Urdhrone. Përshëndetje, jam Antigoni Sufi, gazetare në Kallca.com. Kam një pyetje fillimisht për ministrin. Ministri në dhjetor bëhen plot 3 vjet prej kur Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, megjithatë ende aplikacioni nuk është shqyrtuar. A mundemi me i ditë cilat janë arsyet pse nuk po shqyrtohet ky aplikacion, edhe me që Kosova i ka shpresa të jo që do ta shtyni përpara procesin, çush keni me shty procesin përpara? Po ashtu a mundeni me na tregu nëse mungesa e një qeverie me mandat të plot e ka penguar Gjermaninë që të ketë komunikim të mirë apo të rregullt me Kosovën për rrugën e saj euroatlantike, ndërsa e njëjta pyetje vlen edhe për juve, presidente, nëse keni marrë ndonjë zotim konkret nga ministri se do të bëhet diçka për aplikacionin e Kosovës në BE, gjithashtu me që jemi një ditë para përfundimit të afatit për formimin e qeverisë, nëse nuk formohet nesër qeveria, a do të flisni me partitë politike që të trajtohet zgjatja buxhetore para se të shkojmë në zgjedhje të reja. Faleminderit. Do you want to go first? Yes.
Ja, ich kann nur das wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe. Wir setzen darauf, dass der Normalisierungsdialog zwischen Kosovo und Serbien energisch vorangetrieben wird. Ich habe einige Punkte in Belgrad angesprochen. Hier spreche ich an, und das war auch Gegenstand unserer Gespräche und das werde ich auch weiter hier thematisieren, dass es eine ruhige, sachliche und geordnete Übernahme der Verantwortung der neu gewählten Bürgermeister in den serbischen Mehrheitsgemeinden gibt und dass insgesamt dieser Gemeindeverbund jetzt in das Gefüge des Kosovo implementiert wird. Darüber haben wir miteinander gesprochen und ich bin vorsichtig optimistisch, dass hier wichtige Schritte in der Zukunft erfolgen können. Ich denke, dass darüber hinaus die Bildung einer stabilen Regierung von entscheidender Bedeutung ist. Darauf blickt Europa. Und wenn diese Schritte getan werden, dann bin ich eben auch sehr optimistisch, dass schnell Fortschritte erzielt werden können im Beitrittsprozess. Aber zunächst einmal muss hier vor Ort im Kosovo einige Arbeit getan werden. Soweit möglich wird die Bundesregierung dabei unterstützen. Ta I përket pyetjes së parë se a kemi zotim konkret nga Gjermania për të përkrahur rrugën evropiane të Kosovës, ju e dëgjuat përgjigjen nga vetë ministri, natyrisht që Gjermania ka qenë ndër shtetet e para që e ka përkrahur rrugtimin tonë drejt integrimit, por vazhdon të jetë do të thoja ndër motorët kryesor që e shtyn përpara integrimin tonë. Aplikacioni, siç e dini, ju e thatë më të drejtë, nga dhjetori I vitit 2022 është akoma duke pritur trajtim. Është për fat të keq që përkundër faktit që nëse e krahasojmë Kosovën me shtete tjera të Ballkanit Perëndimor, ne kemi plotësuar shumë më shumë kritere, shumë më shumë detyra të shtëpisë, kemi progres shumë më të madh edhe në sundimin e ligjit, edhe në reforma ekonomike, edhe në fushën e të drejtave të njeriut, edhe në shumë fusha të tjera siç dëshmohet edhe me të gjitha raportet për vendin në vitet e fundit, por megjithatë jemi vendi vetëm që nuk e ka statusin e kandidatit. Pra, progresi nuk është reflektuar në veprime konkrete nga ana e Bashkimit Evropian. Shpeshherë dëgjojmë arsye që janë shtetet jo njohëse që e bllokojnë një gjë të tillë, por ne kemi propozuar një numër formulash në diskutime të shumta, të cilat mund të shfrytëzohen në mënyrë që edhe shtetet jo njohëse mos ta bllokojnë statusin e kandidatit ose së paku që Komisioni Evropian të mandatohet nga ana e Këshillit për ta trajtuar aplikacionin. Natyrisht që shtetet I kanë edhe pritjet e tyre, sa I përket Republikës së Kosovës, njësoj edhe ministri I shpjegoi se cilat janë pritjet e Gjermanisë në këtë proces. Ajo që dua të theksoj është që Kosova në asnjëherë nuk lëviz nga rruga e saj evropiane, Kosova asnjëherë nuk flirton me forca malinje, Kosova asnjëherë nuk do të lejoj qoftë ndikimin dashakeq rus, qoftë të forcave të tjera në vendin tonë, dhe Kosova gjithnjë do të jetë 100% e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. E krahas kësaj ne I bëjmë detyrat e shtëpisë dhe kryejmë reforma sepse mendojmë që kjo është në të mirën e qytetarëve tonë. Të gjitha këto do të jenë në interes të Kosovës, asnjëherë në dëm të sovranitetit të vendit, asnjëherë në dëm të sistemit ton unitar, të kushtetutshmërisë apo integritetit territorial. Pra këto janë parimet themelore mbi të cilat bëhet edhe dialogu me Serbinë, por edhe proceset e tjera që janë të rëndësishme, do të thoja jo vetëm për rajonin ton, por për gjithë Bashkimin Evropian. Kosova ka dëshmuar konstruktivitet dhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, edhe në këtë frymë dhe ka pranuar marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Natyrisht procesi dialogut të BE-s duhet të jetë I balancuar dhe duhet të jetë I drejtë e I barabartë. Këto janë parime që duhet të vlejnë në çdo proces negociator dhe jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për momentin, siç e dini, tavolina nuk është e drejtë, sepse në njërin anë e kemi Kosovën e cila është nën masa, nën sanksione, në anën tjetër është Serbia e cila përkundër akteve të agresionit ndaj Kosovës, përkundër faktit që nuk e ka as politikën e jashtme dhe të sigurisë të linjëzuar me BE-n, shumë arsye të cilat I din e gjithë bota, jo vetëm BE-ja,
fatkeqësisht nuk ka ndonjë masë ndaj tyre. Pra, në qoftë se dëshirojmë që dialogu të ketë sukses, duhet të jetë një proces i balancuar dhe i barabartë, të trajtoj të dyja palët në mënyrë të barabartë, ndërkaq nga Kosova ju siguroj që mund të prisni konstruktivitet të plot, bashkëpunim me ju dhe gjithnjë edhe kontribut vetëm për paqe dhe stabilitet. Sa i përket çështjes së dytë, kërkoj falje, sepse më duket vetë se u bën 4 pyetje. Ishte a do të flisni me partitë që trajtohet zgjatja buxhetore në rast se nuk ka sukses nesër zgjedhja e qeverisë. Natyrisht në rast se unë nuk mund ta paragjykoj se çfarë do të ndodhë nesër në seancë, mirë po vetëm në rast se nuk ka sukses, atëherë është e domosdoshme që ne të flasim për miratimin e zgjatjeve buxhetore, sepse duhet të sigurohemi që qytetarët tanë jo vetëm dhjetra mijëra shërbime civil, por edhe shumë shërbime që paguhen nga buxheti i shtetit mos të bllokohen. Një gjë e tillë nuk i ka ndodhur Kosovës asnjëherë, do të ishte një situatë kritike. Po flasim për nevojat më bazike të qytetarëve tanë, të cilat do të mund të bllokoheshin në rast se nuk kemi zgjatje buxhetore deri në fund të marsit, kështu që natyrisht është temë të cilën do ta diskutojmë me partitë në rast se ndodh ajo që e përmendet ju, por siç e thash, nuk mund të paragjykojmë se cili do të jetë rezultati nesër. Ta shohim pas votimit. Faleminderit. Faleminderit shumë, me që kemi edhe media nga Gjermania, nëse mund t'ju japim mundësinë. Vielen Dank. Von Reuters, eine Frage an Herrn Minister Wadefuhl. Es ist jetzt die 5. von 6 Stationen Ihrer Reise im westlichen Balkan. Was ist, bis eine Station steht noch aus, heute Abend in Skopje. Was ist Ihre Bilanz, die Bilanz Ihrer Gespräche bisher? Vielen Dank. Meine Bilanz ist, es kommt auf Deutschland an. Deutschland wird gefragt als ein Land, was sich engagiert im Berlin-Prozess, um es technisch auszudrücken, aber einfach in der Mediation des Annäherungsprozesses all dieser Länder an die Europäische Union. Ich glaube, dass wir hier von großer Bedeutung sind. Das ist eine Position, die hat Deutschland traditionell seit einigen Jahren wahrgenommen. Und da sind gerade jetzt wieder neue Erwartungen entstanden an die neue Regierung. Und ich versuche, diese zu erfüllen. Ich mache das gerne, weil es ein Beitrag ist zu Frieden und Stabilität in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, weil es ein Beitrag dazu ist, den russischen Einfluss in Europa zurückzudrängen und dazu eben beizutragen, wie ich das gerade eben gesagt habe, dass nicht falsche Narrative immer weiter ihren Fortgang finden. Und ich sehe auch eine Verpflichtung gegenüber den Völkern in dieser Region, die durch die schrecklichen Bürgerkriege der 90er Jahre unheimlich gelitten haben. Wissen Sie, es ist das eine, am Gedenktag von Srebrenica innezuhalten und daran zu erinnern, was gewesen ist. Aber es ist das andere, auch dafür Sorge zu tragen, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Und das ist ein ganz praktischer Beitrag, den die deutsche Politik in Europa leisten kann. Und dazu sehe ich mich und die Bundesregierung verpflichtet. Faleminderit shumë, edhe për pyetjen e fundit. Patricia Wiedemeyer, ZDF, Deutsches Fernsehen. Ich wüsste gern noch mal, wären Sie auch damit einverstanden, wenn es anfangs so eine Art EU-Mitgliedschaft Light gibt, das heißt, dass Sie dann kein Vetorecht haben und auch keinen Kommissar stellen? Wäre das für den Anfang für Sie denkbar? Unë mendoj kjo është një rrugë që duhet të shqyrtohet, për shkak se tepër gjatë kemi parë procese të shumta ku një shtet i vetëm ka bllokuar vendimarrje të rëndësishme në Bashkimin Evropian. Kështu që shpresojmë që të shqyrtohet edhe mundësia që të hiqet e drejta e vetos dhe të kemi së paku mos të kërkohet unanimitet i plot për antarësim, në mënyrë që edhe rruga e shteteve të Ballkanit perëndimor të hapet
mirë po ne insistojmë që rruga e antarësimit në BE të jetë e bazuar në merita. Për shkak se nëse elementi i meritave hiqet, atëherë mund të kemi edhe ndonjë kali të trojës brenda Bashkimit Evropian, që më shumë i mbron interesat e Rusisë, sësa vlerat dhe parimet mbi të cilat ekziston Bashkimi Evropian. Është shumë me rëndësi që kur kërkohet nga shtetet që ato të linjëzohen në tërësi me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, që asnjë shtet të mos mund të bëj hapa përpara drejt integrimit në qoftë se nuk bëhet një gjë e tillë. Sepse ne besojmë fuqishëm se nuk mund të ulesh në dy karrika, sidomos jo pas invazionit rus në Ukrainë, nuk mund të jesh edhe me interesat e Putinit, edhe me vlerat e Evropës. Nuk mund të trajtosh Bashkimin Evropian thjesht si një cash machine, një makinë parash, sepse përtej forcës ekonomike që BE-ja përfaqëson, ajo është një sistem vlerash. Dhe ne jemi një shtet, një kombë që përgjatë tërë historisë së ekzistencës së saj, madje edhe para se të ekzistonte Bashkimi Evropian, i kemi mbrojtur vlerat që njihen si civilizim evropian dhe do të vazhdojmë që të luftojmë me çdo kusht dhe me çdo çmim në mbrojtjen e atyre vlerave. Pra ne nuk jemi që një shtet i vetëm të bllokoj antarësimin, mirë po as nuk jemi pro politikave akomoduese, politikave të përkthjeljes ndaj disa diktatorëve, sepse politikat e tilla kanë dështuar. Përkthjelja dhe akomodimi i diktatorëve asnjëherë nuk sjell paqe të qëndrueshme. Historia e kontinentit ton e ka dëshmuar këtë, sidomos gjatë dekadave të fundit. Pra në qoftë se dikush, në qoftë se një lider bashkëpunon me Putinin, në qoftë se një lider e kalon 9 majin jo në Evropë, por në Moskë, në Kremlin, në qoftë se i sulmon fqinjet, në qoftë se nuk respekton sundimin e ligjit, e shumë gjëra të tjera, nuk mund të flasim më për proces të integrimit evropian. Pra, ne kërkojmë merita dhe ne kërkojmë që parimet të aplikohen për të gjithë dhe shohim Gjermaninë pikërisht si gardianen më të fuqishme të këtij procesi parimor edhe të procesit të bazuar në merita. Faleminderit shumë për shkak edhe që ministri duhet të vazhdojë me agjendën, këtu përmbyllim këtë konferencë për media. Faleminderit shumë, zonja presidente, zoti ministër, faleminderit.